Të t'i përshëndesim pak mama dhe babat. Bravo. Jeni shumë të mirë, ju duam shumë, ju kemi shumë gjanë. Kartel personale vaksinimit, certifikat lindje nga akti. Këto janë dy dokumentat që ju kërkohen të dorëzoni ditën e nesërme në ambientet e shkollës publike. Janë shumë të thjeshta, mund t'i shkarkoni nga ILB-nja. Thjesht i shkarkoni, i printoni dhe të dyja dokumentat duhet paraqiten përpara drejtorisë së shkollës. Shpresojmë t'ju kemi ndihmuar. Dita e parë e shkollës sapo filloi, ashtu siç u kishin premtuar stafi Time Center, po asiston në disa nga shkollat e qytetit për të mbështetur prindërit. Ditën e sotme, nxënësit e klasave 5 do të zhvillojnë testimin e VANAP, i cili, siç ju kemi thënë dhe më përpara, është testimi vlerësohet për 5 vitet e para të ciklit nëntëvjeçar. Gjatë gjithë muajit, gjatë gjithë këtij viti kemi punuar fort për të marrë një rezultat të mirë dhe një rezultat të kënaqshëm. Por, prej 12 vjetësh, ne kemi një traditë, përveç se i mbështesim fëmijët, do të jemi aty deri në momentin që ata do të hyjnë në provim, për t'i pritur më pas kur të dalin nga provimi. Nuk mund ta kërkojmë rezultatin final që në ditën e parë, por t'i marrim hap pas hapi, të rritemi hap pas hapi, të kërkojmë më të mirën nga vetja, t'i motivojmë fëmijët që nuk është i rëndësishëm rezultati, se sa është e rëndësishme puna dhe disiplina, besimi dhe disiplina e fortë. Nëse do të pyeste një prind për ta sjellë fëmijën në Time Center, cilat do ishin 3 karakteristikat që do t'i jepje? Tani e para fare është siguria. Siguria që juve më keni dhënë edhe që realisht e keni të panegociuar, ashtu siç ti e promovon shpesh, por realisht ashtu e keni dhe këtë e the me bindjen më të plotë. Unë kam qenë dhe sigurisht jam nga ata prindërit të cilët jam skeptik, jam mosbesues, ndonjëherë jam dhe overprotective për fëmijën tim. Por në momentin që unë kam parë me sa përgjegjësi juve i përgjigjeni fëmijës, edhe në momentin kur ka ndryshime të orareve, të mbarimit dhe mënyrës se si juve i merrni fëmijët, kjo është për mua gjëja më e rëndësishme. Pra unë nëse jam në punë apo jam në një aktivitet e tjera, e kam mendjen e fjetur, pra në institucionin Time Center, dhe këtë e them me bindjen më të plot pas një lloj reklame apo si mund të merret, e them me bindjen të plot që përgjegjësia është shumë e madhe. Ka bërë përshtypje, unë nuk e kam shprehur, por më ka bërë përshtypje ishte pikërisht lajmërimi për vendosjen e një bombe në institucionin arsimor në cilën është vajza ime. Dhe unë jam habitur. Realisht me përgjegjësinë që juve keni treguar, me korrektësinë, me eficiencën, me kohën e përgjigjes, me të gjithë përkushtimin që juve i dhat. Në rast të parë unë si prindër u qetësova sepse ju kontaktuat çdo prindër dhe qetësimi ishte i menjëhershëm, dhe nga ana tjetër ajo që është shumë e rëndësishme, prandaj unë e thash dhe përmenda reduktimin e impakteve negative, pavarësisht se në shëndet publik ne flasim në lidhje me shumë aktorë të ndryshëm, por është pikërisht në nivelin mikro, pra tek fëmia. Unë vura re që fëmia im nuk e kishte ndjer kërcënimin, nuk ishte ndjer i pasigurt, nuk ishte pasur asnjë pasojë negative apo psikologjike, e gjithë ajo njoftim i cili për këdo do të ishte i vështirë për të perceptuar. Majka na ke ndjekur dhe ke parë, ke vëzhguar, hetuar, analizuar. Mund të japësh një vlerësim, një kritik, një sugjerim, një mendim për Time Center, çfarë të duash ti? Atëre, mendimi i parë ose gjëja e parë që të vjen nga gjithë aktiviteti juaj është që është një gjë ndryshe. Në kuptimin është
një gjë ndryshe, jo thjesht si një gatim ndryshe që kënaq dhe aromatizon tavolinën për një moment. Po është një gjë ndryshe për t'i ardhur në ndihmë atyre që kërkojnë diçka më shumë për fëmijët e tyre dhe që ne na mungon. Dhe mund na mungoj për një kohë të gjatë, sepse arsimi nuk bëhet sot. Gjëra bashkë bëjnë gjëra të mëdha. Ato çfarë pash tek ju dhe që më bëri të ndiej mirë dhe megjithëse isha mirë ishte inteligjenca e lartë dhe fuqia e pasionit. Të dyja bashkë quhen talent. Shumë faleminderit.